Duke zbritur në Iguminic në orën 5 të mëngjesit të datës 9 nëntor 2012, bëjmë edhe shkrepjet e para me aparatin fotografik, ende pas bardhur drita, me pamjet nga porti dhe qyteti, emocionalisht, sikur po përshëndeteshim me të, duke i thënë, mirëmëngjes Çamari. Barbaro, Vasiliko, moj dhëmte mia, kushido. Për mua, që ishte hera e parë që shkelja në tokën çame, isha krejtësisht i ngarkuar shpirtërisht dhe kjo pamje që po e shihja ishte vërtet një perlë turistike. Ndërtuar me kujdes dhe me karakteristikën e qytetit që ngrihej menjëherë mbi kodër, shtëpiat sikur qëndronin mbi shpatullat e njëra tjetrës. Sheshet ishin të ngushta, rrugët ende të përgjumura nën pushtetin e freskut dhe heshtjes në këto orë të para të mëngjesit. Pasi mbarova shkrepjet e para, ku në fokusin e aparatit tim tashmë kishin rënë porti, rrugët e heshtura dhe hijet e natës që largoheshin nga pushteti i padukshëm i mëngjesit që sapo vinte. Bushi shoku im dhe bashkëdrejtori i kësaj ekspozite fotografike në Biçamërin më shoqëroi për në Salic, në fshat, në kodrën e qytetit të fortë që sapo zbritëm, që me makinën tonë ne e bëm gati për 30 minuta, jo shumë larg nga qyteti. Ky fshat, që për cilin ne po flasim tani, rezultonte një braktisje në përshtypje të para, dhe duke krejtësisht i përhumbur në heshtjen e vet. I bëm disa shkrepje të aparatit dhe kapëm çka na duke interesante për momentin, por sigurisht edhe trullin e shtëpisë së të parëve të familjes Nuridini, familje nga i kishte edhe rënje të Bushit. Dritare, vajzë çame, lo sognare. Bushi e njihte këtë fshat nga tregimet e trazuara, bashkë me dhimbjen e gjyshës së tij, e cila kujtohej nga nipi i saj, thjesht me emrin Nana. Por për hatër të vërtetës, ai gjithashtu nuk e kishte për herë të parë që shkelte në tokën e paraardhësve të tij. Nana e Bushit, e cila tashmë i kishte kryer ciklin e saj kohor të kësaj bote, i kishte lënë Nipçës një gjë shumë të madhe praktikisht, dashurinë e shtrenjtë për vendlindjen e saj. Por sigurisht, mbasi fotografuam disa shtëpi gjysmë të rënuara të cilat duheshin të ishin ndërtuar me gur vendi, që në atë grim karakteristike të jugut shqiptar nga jashtë ishin të pasuvatuara. Si për ta bërë më të trishtuar këtë moment, shtëpia të rënoja fantazmagorike, tashmë nga genocidi i fundit kundra çamve, dukeshin me ato dritare bosh, si sytë një të verbërit. Le të themi fjala vjen ato ngjanin me Homerin, apo një historian i famshëm i klasicizmit, i cili me atë vesin e tij të keq tregonte pa rreshtur tragjedinë e braktisjes së tyre. Barbaro, Vasiliko, moj dhëmte mia, kushido. Mbas Salicës, kalimtare në kohë, shkrepim disa foto në platare, e më pas, pa ndalur, marrim drejt Pargës, dhe duke zbritur atje, ndoshta para syve tanë na shfaqet një nga margaritaret më të bukur të Çamërisë, Parga, që dukej si Parga dhe në fakt ishte tamam Parga. Për të arritur deri aty, për hatër të Zotit, gjatë gjithë kësaj rruge në të djathtë të saj lini mbrapa në lartësinë një kodre me fshatra, ku një pjesë e tyre ishin të braktisura. Parga vetë ishte një befasim i vërtet me peizazhin e saj. Mbasi pim një kafe midis të tjerave, Bushi u drejtua në shqip një personi të thyrë në moshë që duki se po na afroi neve. E takuan, ai me një shqipe krejt të pastër dhe pa gabime, më tha se emrin e tij kishte Jorgo. Ky Jorgua ynë na ishte një pargjot që na përshëndeti, duke na uruar gjithashtu mirëseardhje në Çamëri. Mbas një bisede të shkurtër, në ecje sipër dhe pasi i treguam historinë tonë, kur po largohej, na tha: "Keni bërë shumë mirë që keni ardhur te, por sërish, kur të jepet mundësia prap, ejani. Sa herë të doni, ejani prap këtij nga ne." Duke pasur dëshirë dhe qëllim që të shikojmë edhe vende të tjera, i largohemi Pargës dhe drejtohemi nga Preveza, një qytet i shtrirë gjërësisht buzëdetit tërheqës.
por që për hatër të strukturës së ndërtimeve, si pjesë e kulturës tradicionale çame, nuk dha atë emocion që në fakt e prisnin. E veçantë në Prevezë ishte një zonë i quajtur me një emër dukshëm latin, Nikopoli, i cili kishte ende mure të periudhës romake, cilat tregonin se aty kishte ende gjurmë të asaj kulture. Mbas një pushimi në kohë dreke në Prevezë, marrim rrugën për në Paramithi, një rrugë disi e gjatë, dhe në për të kaluam shumë fshatra me emra të njohur në historinë e Çamërisë, si Kastrosika, Mesopotamos, Morfati e Margëllic, Kurteshin, Karbunaren, Azrekun, e tjerë. Kaluam gjithashtu edhe në përfushën e Filipiadës, fushën e Frarit, derisa arritëm në Paramithi. Paramithia konsiderohet një nga vendet më të rëndësishme të krehinës së Çamërisë, ku ka ndodhur dhe masakra famkeqe e Paramithisë, kryer nga andartët grek me në kryen Napoleon Zergun. Kjo është një pjesë e rëndësishme e historisë së Çamërisë dhe fillon në vitet e parë të shekullit të 20 dhe përfundon pas luftës së dytë botërore. Ky genocid i shkaktoi popullit çam një dhimbje të madhe, e më pas largimit të tyre nga trojet ku qenë lindur, e rritur për qindra vitesh. Historia e njeh këtë ngjarje si genocidi më tegër kundër popullsisë çame, por afërsisht numri të përzonëve nga e gjithë krahina e Çamërisë kap një shifër të frikshme për kohën, rreth 35.000 apo 40.000 banorë. E kaluar e dhimbshme e kësaj krahine me një emër të madh dhe të dhimbshëm, na shtyu të fotografonim kudo në qendrat kryesore të Çamërisë së dikurshme dhe asaj të sotme. Barbaro, Vasilico, moj dhënte mia, kushido, dhënte mia, kushido, se s'jami, zoti për to, dhënte mia, kushido, se s'jami, zoti për to. Linja mbetet gjithnjë e njëjtë. Pasi hymë në zemër të Paramithisë, vazhduam fotografimin e shtëpive gjysmë të rënuara të braktisura, që nga periudha e genocidit e deri në qytetin që qëndronte në këmbë sot në ditët tona. Kur mbrëmja po binte, vendosim të ktheheshim sërish në igumeni, në vend qëndrimin tonë. Ditën tjetër, morëm rrugën në Filat, mbi 60 km larg nga igumenisë. Rrugës përsëri pam fshatrat e përshkruar si më sipër. Kaluam Spatarin, Çiflikun, Kurteshin dhe Luaratin. Arritëm afër mesditës në Filat. Lagjet ndërtuar në kodër, diku afër kufirit me Shqipërinë, një qytet që për nga relievi dhe vendodhja të mbeti në kujtesë si një nga qytetet e jugut të Shqipërisë. Në dritare vajzë çame, lo sognare. Si parkuam diku në qendër të qytetit, dy persona sa na pan, na pyetën nëse ishim turist apo jo. Ne i tham atyre, po, jemi gazetarë dhe turistë gjithashtu, dhe duam të bëjmë disa fotografi për kënaqësinë tonë. Na pan edhe ngjyra e lëkurës, na u dukën si Elgjit, dhe ishin Elgjit. Ndoshta nga ata që zunë shtëpitë e vet filaqotëve, pas masakrave dhe përzënies së popullsisë çame. Më pas hym në një kafene në qendër, e cila ishte mbushur plot me njerëz me një moshë mbi mesatare. I zoti i lokalit, duke na buzëqeshur së bashku me disa banorë aty rrotull, na uroi mirëseardhje. Ky njeri na tha se ju dukeni njerëz të mirë dhe e dim se vini nga Matan. Mbas nga festë dhe mirëseardhjes duke dalë në rrugë, po fotografonim shtëpitë e braktisura dhe gjysmë të rënuara të Filatit të vjetër, dhe shumë shtëpi të tjera me arkitekturë më bashkohore dhe të bukura. Por pa bërë as 5 minuta, një person na ndalon dhe na thot: "Forbidden, forbidden, forbidden." Dhe për hatër të Zotit, ky ishte murrash nga gjyra, së dy evgjit e parë. Patjetër bëm çfarë na than atje. Kushido, Barbaro, Vasilico,
do, dhënte mia, kush i do. Duke dal nga Filati, vihemi në kërkim të Arpicës, dhe mbas disa sorollatish i bien në të. Arpica, në shkëmb Buzdetit, ishte si thuhen në gjuhën e vjetër një ster Buzdeti, befasuese dhe e bukur në thik mbi det. Mbas një pauze të shkurtër, pas fotollave dhe kafes në qendër të zonës, kalojmë për kam Mazireka. Margëllici ishte ndalesa jonë e fundit në udhëtimin tonë të pazakont dhe me shumë ngarkesë emocionale dhe nostalgjik për origjinën e të parëve tanë. Midis të tjerave, gjyshja ime, apo nëna e nënës time, ishte lindur në Arpicë. Ajo ishte larguar nga vendimja e saj në moshën 2 vjeç, vdiq në moshën 62 vjeçare, në Arpicën e saj në zemër dhe pa e parë kurrë më atë. Arpica e bukur kishte qenë dhimbja konstante e gjyshës sime, gjyshësin e berberit. Dhe unë që shkela një shekull kohor më pas, thjesht kisha kontaktuar me dhimbjen e saj. Jam me të rasa, ditë moj kale, shëse klas. Ti moj di, ti në dritare, vajzë qame, lo sonjare. Dil moj di, ti në dritare, vajzë qame, lo sonjare. Pra jo vetëm që në shkelëm në tokën e bekuar të Çamërisë, vendin e të parëve tanë, por ne ndjem kënaqësinë dhe pamjet e mrekullueshme që ka toka Çame së bashku dhe me dhimbjen e saj historike. E nga ky shkak, menduam se këto emocione, energjinë pozitive që prej atje, ta ndajmë bashkë me ju, duke e shkarkuar nëpërmjet këtyre fotografive. Në këtë ekspozitë që ne menduam që ta titullonin Çamëria ime, ka një udhëtim modest në për tokën apo rrënjët e të parëve, që nuk duhen lënë as se si të thanë. Le të jetë kjo ekspozitë fotografike një bashkëbisedim i ngrohtë të vëllazërorëve, njësisht me Beqir Nuredini dhe Maksim Zota. Përshëndetje miqtemi, ishte ky një udhëtim 2 ditor mes Çamërisë. Në fakt, kjo ekspozit vjen nëpërmjet vetë titullit Aq të ndjerë Çamëria ime. Kam kënaqësinë që të kem një koleg tashmë në intervistë, zotin Maksim Zotaj, por në cilësinë e fotografit dhe krijuesit të kësaj ekspozite. Përshëndetje. Faleminderit dhe nga ana juaj që më zgjodh për intervistë. Janë 99 fotografi që na paraqesin një imazh real të Çamërisë. Përse keni zgjedhur këtë numër? Për filluar me numrat. Numrat është një nga format që unë besoj në energjinë universale. Kjo është komplet një diçka filozofi personale imja, por jam bazuar nga shumë shkrime, gjëra që flasin për numerologjinë, sa për kujtesë. Pitagora ishte jonian, nga deti jon, nga ishut e jonit, por ishte babai i organizatës parë sekrete të numrave. Dikur ju kush e i vogël bënte përshtypje, po tash i kam edhe mundësi për materiale. Dhe që t'i kthehemi numrit 99 fotografive që unë i zgjodha me kujdes. 99-a në filozofinë time për hapjen e kësaj ekspozite unë e përdora sepse 9-a është pika e kthesës. Mbyllë një cikël i caktuar. Dhe po ta shohësh nga ana grafike, 9-a është një rreth i mbyllur dhe fillon me një bisht që është një cikël i ri. Dhe 99 vjet, po ta marrësh nga ana në rrafshin matematikor, 99 bën 8, prapë është 9. Dhe 99 vjet korrespondon me 99 vitet e Kongresit Fshet të Londrës. Ose marrëveshja e fshehtë e Londrës, duhet të thënë korrekt. Marrëveshja e Londrës bërë në 1913 dhe Shqipëria dihet, sipas historisë, kufit e saj u zvogluan, territori u zvoglua dhe siç dihet gjithashtu Çamëria, Maqedonia ose 2-3 territorët Greqisë ka sot i ka marrë mas 1912-s. Ajo Maqedonia ka territore shqiptare sa duash dhe ish Jugosllavia mori Kosovën edhe Malezi me një popullsi absolute shqiptare. Pra,
Në 2013, në këtë vit që sa kemi hyrë, korespondon 100 vjetori i marrëveshjes së fshetë Londrës. Sipas marrëveshjes së fshetë Londrës, kjo është historike, dihet, marrëveshja çfuqizohet edhe Shqipëria duhet kthehet në atë dimension që ka pasur, në atë madhësi territoriale, ajo popullsi që flasin jashtë kufive Shqipërisë shqip, edhe ne nuk i konsiderojmë shqiptar, po jo grek, maqedonës edhe, duhet të transformohet, të kthehet aty ku ka qenë. Kështu thot marrëveshja. Por e vërteta është që ne njohim politikën aktuale në botë, që mund të ketë forma të tjera, jo kështu me njëherë hiqi kofita, sa të vi muaj mars, në mars mendohet se është bërë ajo marrëveshja e fshehtë. Edhe kjo ishte pak a shumë me numrat. Kisha 2 qëllime. E para punës të kujtoj vitin kur është bërë marrëveshja e fshehtë e Londrës, dhe e dyta të kujtoj shqiptarëve ky është viti që me të moshën 100 vjeç i duhet ndryshojë, jo vetëm ana fizike territoriale e shtetit shqiptar, por duhet ndryshojmë dhe ne mendjen tonë. Për këtë gjeta shkak vajtjen në Çamëri edhe fotografitë e mia që bëra atje për t'ia u sjell afër publikut shqiptar dhe gjithë atyre që do kishin dëshirë ta shikonin, ta prektin nga ana fizike, se fotografia është diçka fizike. Unë nuk e di si ja kam arritur artistikisht, nuk e di se si mund ta bëja më mirë ose më mirë, por këtë që kam bërë me këtë qëllim. Unë e përmenda edhe shumë fillim të vetë prezantimit, por është e dukshme shumë e madhe vetë titullin të gritën e Çamërisë nëpërmjet fjalëve Çamëria ime. Sa ndjeni tuaj në Çamërinë, sa ndjeni të gjithë atyre shqiptarëve të cilët mbajnë me vete dramën e madhe të historisë së saj. Çamëria ime unë e them në një kuptim simbolik, sepse kur ti hap një ekspozitë, qoftë fotografike, ajo ka element artistik brenda, edhe simboli është elementi më i fuqishëm në artin universal. Fotografia nuk bën përjashtim. Në qoftë se unë them Çamëria ime, unë e them simbolikisht, sepse unë aty gjeta vendin e gjyshës time, unë gjeta të parten e nënës time, parasit e nënës time, që edhe nuk e jeton më. Edhe unë isha brezi i tretë që ktheheshe po aty mbasi kesh gjyshës time nga Çamëria. Pra unë kam një rrënjë gjaku në Çamëri dhe tamam në Arpicë është një qytet, ose qytet kaq e bukur sa që unë manita nuk e prisja të ishte aq e bukur. Perl. Dhe kam fotografuar gjithashtu. Pra këto ishin motivet, këto motive që parashtoj tash kuptohet janë personale. Janë emocione personale. Edhe unë doja në fakt jo të bëja një ekspozitë turistike, se Çamëria është shumë e bukur, që kudo që të fotografosh duket bukur. Por doja të sjell atë pjesën tjetër që nuk kemi parë për një kohë gjatë, na është mohuar, se shqiptarëve nuk i lejoj të shkonin në Çamëri, edhe ne e dim që kemi pas incidente me qeverinë greke dhe me njerëzit atje, jo u kanë ngris pasaportat, jo i kanë thënë ti ke lindur këtu, ti duhet vish këtu, jo, po kjo është politikë. Sa do e shëmtuar është politikë, dhe unë nuk do të hyj në një ekspozitë politikës. Por nuk rri pa përmendur dhe pa sjelltur të gjitha ato shtëpia të braktisura që në kohën e masakrave kundër çamëve, që shteti grek me fanatizëm e ruan këtë histori dhe nuk e nxjerr në opinionin botëror, sepse do dalë kush gjuna fqari, por kjo masakër është në zemrat dhe në kujtesën e gjithë njerëzve që janë me origjim nga Çamëria këtu. Dhe tash po vjen një epokë e re, një epokë e re evropiane që ne po bëhemi pjesë e Evropës dhe kemi të drejtën absolute sipas gjithë ligjeve ndërkombëtare që të kemi si thosh të aplikojmë të drejtat tona për në Çamëri, pavarësisht se ngjarja ka ndodhur më parë, pavarësisht tash i shteti grek, rënia e traktatit të Londrës, fshehtë i Londrës i hap të gjitha mundësitë. Mirë, po përpara se të hapësh mundësitë për kërkuar drejtat e tua atje, pse të mos ta sjellim Çamërinë, qoftë edhe nëpërmjet fotografive në fillim, pse të mos bëjmë një hap të parë? Kanë qenë 2 ditë të cilat ju i keni përmbledhur dhe nëpërmjet tyre vetë objektive aparatit tuaj ka qenë vazhdimisht në punë për të na servirur ato foto në fakt nuk janë as pak në sasi. Si keni bërë të mundur që brenda këtyre 2 ditëve në një udhëtim kaq flesh të mund të na sjellin një sasi të tillë dhe nuk po flitet vetëm për sasin, por janë 2 linja shumë të rëndësishme që ju i përmendni edhe gjatë ekspozitës. Udhëtimi mbeti flesh, se 2 ditë nuk është një gjë e madhe për të bërë diçka të veçantë, diçka prekse ose diçka që të penetrojë drejt në shpirtin e atij tjetrit, shikuesit. Por unë përgatita nga ana psikologjike më përpara, siç ndodh përgjithsisht me artistët, po veçanërisht me mua,
si thushe paketova gjithë emocionin tim dhe vizionin se çfarë do bëja atje. Kjo më ndihmoi pastaj të organizoja kohën që kisha në dispozicion. Ne erdhëm nga Roma në Igumeni, se isha në Rom fillim, takova djalin tim atje që studion në Roma Trade University, edhe kështu që nga Roma ne dolim në Igumenic. E vërteta është, për hatët vërtetës, mua nuk më ndodhi ato që ju kanë ndodhur shumë shqiptarëve tjerë. Ja u kanë marrë kamerën televizive, ja u kanë marrë aparatin fotografike, dhe jo, asnjë gjë nga këto. As më kërkuan pasaport, sepse kam një status që ata e dinë që s'duhet ta bëjnë këtë gabim. Nuk është vetëm thjesht konflikt ndërkombëtar, por kanë edhe probleme të tjera pastaj. Ky është personi im dhe unë e di një gjë të tillë. Dhe gjithë rrugës për 2 ditë unë kisha kohët mjaftueshme të organizoja, të bëja fotografitë, të analizoja gjithçka që kam bërë dhe të kthehesha. Edhe kështu që i morëm të gjitha zonat që donin të merrin, që i kishim llogaritur më përpara, qytetet, fshatat, në ato vende ku më shumë kishte pasur masakra, nuk ishte pa qëllim kjo, dhe po ta shikosh në ekspozit, një pjesë e shtëpive të braktisura që janë pa çati, pa dritare, janë nga koha e masakrave. Dhe unë kam fotografuar në 2 linja, në linjën Çamëria si është sot, një perle vërtet, edhe si e lam neve, se i gjithë komuniteti shqiptar, Çam, që është në Shqipëri, janë pikërisht fëmijët, pasardhësit dhe disa nga ata që kanë qenë dëshmitarë në ngjarje, po të vegjël ndoshta, që e lanë Çamërinë nën zjarr, nën plumba, nën vdekjen e njerëzve tyre. Kështu që unë, duke mos qenë dëshmitar i asaj ngjarje atje, unë vi si dëshmitar për një kohë më mbrapa, dhe dëshmitë vetme që janë aty për masakrat janë shtëpitë e braktisura. Edhe pjesa më e madhe atyre shtëpive pronarët janë këtu në Shqipëri. Po ky është një konflikt me jurisdiksionin ndërkombëtar, të cilat më mirë se kushdo shteti dhe partitë politike që kanë kapacitete politike mund të merren dhe të zgjidhin këto probleme. Unë nuk zgjidh problemin Çam. Unë sjell para syve të Çamëve që janë këtu problemin e atëhershëm në një formë të re, në një formë artistike. Po atë kisha mundësi unë, aparatin fotografik atë përdora. Kuptohet që fotografia është një nga format e artit dhe unë ngrita zërin nëpërmjet fotografisë. Kjo është ana morale e kësaj. Dhe ju i thatë që këto linja shtriheshin në Çamërinë që ka qenë dhe në Çamërinë që ju pat sot. Shikohet që mbizotëruese është gria tek të dyja, ngjyra e gurit. E lidhur kjo pak mbase edhe me jugun e Shqipërisë. Unë dua të përmend edhe Gjirokastrën, aty ku gjyshja juaj është shpërngulur më pas nga Çamëria për të jetuar dhe për të vazhduar jetën e saj. Po, është e vërtetë, ka pas një histori shumë veçantë gjyshja ime. Nëse më lejohet, me 2 fjalë mund ta them se ç'ndodhi me të. Kur janë bërë në fillim të shekullit të kaluar masakrat e parë kundër Çamëve për të përzënë, sepse si duket politika ndërkombëtare po përgatiste copëzimin e Shqipërisë mbas pavarësisë kombëtare. Dhe si duket politikanët grekë atëherë dhe qevetarët ishin më të informuar se sa shqiptarët për këtë gjë. Edhe ata filluan masakrat e para kundër Çamëve për t'i përzënë fizikisht. E kupton që më mbrapa do quhej pjesë e territorit grek. Sepse Çamët ishin musliman, por nuk ishin dhe vetëm musliman, ka Çamë ortodoks atje dhe katolik. Kisha unitare që është në Itali, janë pikërisht ata Çamët që kanë lënë, se nuk erdhën vetëm në Shqipëri Çamët që i braktisën vatat e tyre nga djegjet e nga vrasjet, por shkuan edhe në Turqi edhe në Itali në njëjtën kohë, në Kalabri ka shumë. Tash kjo histori, që është e dhimbshme për gjithë shqiptarët, bëhet akoma më e dhimbshme për mua sepse gjyshja ime është shumë e vogël atëherë. Dhe familja e saj në Arpic ishte një familje me numër të madh antarësh, u përgatitën kur antarët të hyrën në fshat, antarët grek që po bënin masakre dhe po dignin shtëpiat, prindët e gjyshës time dhe gjithë familja e saj u përgatit për tiku, nuk e di se si ka qenë forma përfundimtare me boçe, kanë dalë me vrap, po të gjithë ata që ishin antarë familje dhe të rritur që ishin të aftë, të esnin këm ikën. Edhe për mirë ose për keq gjyshën e lanë ke pragu derës, sa ishte shumë e vogël dhe qante. Sa që mund, i zanat i fëmijëve, sa që mund bëjmë një fëmijë duke qarë. Por, disa komshi që erdhën nga poshtë, sepse ishte në krah tjetër të fshatit filloi djegja, e pan duke qarë në prakshpi dhe e morën me vete. Por, ndryshe nga prindit e gjyshës time që u nisën për në Turqi, këta erdhën në Gjirokastër. Hyrën në Gjirokastër. Edhe kur hyrën në Gjirokastër, lanë gjyshën time në xhaminë e Gjirokastrës,
në një nga ato xhamit ku mblidheshin gjithë emigrantët. Edhe për fatin e saj, një nga ai prefekti i Gjirokastës asaj kohe nuk ishte fëmijë dhe e bëri bi për shtëpi, e mori, adaptoi. Kur rrit ajo e martoi në Kavaj me gjyshin tim dhe kështu është historia e gjyshit. Histori shumë e dhimbshme si gjithë historia e çamëve. Kjo ishte e rëndësishme, prandaj po e them, ishte e rëndësishme sepse emocionalisht më karikoi mua. Duke u nisur nga motive personale për mua, kur ty dhimbset njëri joti dhimbse edhe gjithë tjerët. Ndjenja është një element shumë ngjitës, domethënë ai që ka një emocion pozitiv e shpërndan ke tjerë dhe anasjedhas. Pra, duke nisur nga kjo pikë, shtëpiat e braktisura, të gjitha këto emocionet, varrezat atyre që mbetën atje të vdekur, e gjithçka tjetër, përmbledhej simbolikisht vetëm ke ato shtëpiat e braktisura me ato gurët e vendit aty që me kalimin e kohës ato bëhen gri. Sepse gjithë jugu i Shqipërisë, ju folet për Gjirokastën, po sepse gjithë fshatet e qytetet e Çamërisë, siç mund të shikoni edhe në fotografi, janë të gjitha të ndërtuara përgjithsisht në faqe mali. Gjirokastra është diçka e tillë, Berati është diçka e tillë, dhe disa qytete të tjera të jugut të Shqipërisë. Kështu që kuptohet që ajo ka qenë e gjithë kultura, e gjithë tradita shqiptare. Kur shef në Çamëri gurët gri ashtu etj atje kupton që ka qenë Shqipëri për qindra vjet, nuk është se po kufirin e dim tashmë që për 99 vjet ka bërë sa gjëra të ndryshojnë. Dhe uroj që të kthehen prapë aty ku kanë qenë sepse komunikimi do të jetë më i mirë, por elementi i shtëpi e braktisur edhe tregon në fakt dhimbjen çame. Edhe unë doja sillja dhimbjen këtu. Urdhë. Dhe ju artistikisht na sillni një realitet historik dhe duhet të thënë një realitet të dhimbshëm historik. Ka qenë kjo pikëqendra kryesore që doni të përqendroheshit apo vetë Çamëria ja u transmetojnë direkt këto emocione? Po si artist unë jam njëri i implikuar në emocione. Në qoftë se unë nuk kam emocione, unë jam artist. Mbaron ai procesi artistik. Pra, duke nisur nga një sfundo personale, nga një emocion personal, siç është ngjarja e gjyshes time, janë ngjarjet e shumë gjyshërve të këtyre brezave që jetojnë çambe, që jetojnë në Shqipëri. E duke nisur nga ana ime personale, unë doja të kujtoj gjithë këtyre njerëzve, dhe ju keni lënë një dhimbje atje, ose të parë tuaj kanë lënë dhimbjen dhe ju jetoni këtu, për arsye historike. Kur të ktheheni atje, mos bëni vetëm plazh, mos bëni vetëm pare, po shkoni edhe paguani pak respekt për ata që mbetën atje. E kupton? Për një arsye në tjetër, respekti ndaj të vdekurve do të jetë shumë i nivel të lartë ke shqiptarë, se shqiptarët besojnë ke jeta për teme. Shqiptarët janë nga atyre besojnë, prandaj dhe thonë që kur vdes një njeri, kanë dhe një shprehje tjetër shqiptar, ndroj jetë. Domethënë jeton në një formë tjetër, diku tjetër. Me pak fjalë, janë shpirtet e atyre njerëzve atje. Edhe në qoftë se ne jemi të pandijshëm ndaj shpirteve atyre, ne jemi të pandijshëm ndaj të ardhmes tonë. Sepse dihet që historikisht, ose faktori historik është ai që i bën njerëzit që të mësojnë të kaluarën, që të mos përsëritet gabimi në të ardhmen. Mirë, po nëse ti nuk di të kaluarën, ti nuk di se ku po shkon në të ardhmen. Se ti nuk di origjinën e lëvizjes. Kjo është filozofike gjithashtu. Ka shumë element human. Ne shohim fisnikërinë e rrudhave në për pleqt, në për njerëzit e moshuar që ju keni ndeshur gjatë këtij udhëtimi. Do dua të di diçka më tepër rreth kësaj pjese dhe a është kjo një imazh i gjyshes së munguar, mbas edhe ju e kujtoni ashtu të rrudhur humane, të mirë si shqiptare? Ne kuptuam kur vajtëm atje është e drejtë. Bushi ai shoku im, ai nuk dinte greqisht. Edhe ai çdo njeri që kalonte në rrugë që na dilte përpara, i thoshte si jeni? Çili bëni se pak çamërish kështu. Ai ka lidhur në Tiranë, kuptohet, Bushi është tjetër gjë, po rritu me gjyshin gjithkohës edhe përdorte pak dialektin. Dhe në fillim njerëzit se kuptonin, e di, edhe nuk ishin përgatitur që të fliste një shqip. Pastaj dikush largoi, është e vërtetë, 3-4 nga ata qëndruan. Ishte një plak një 88 vjeç që kemi në foto të madhe. Hajde keq, nuk ja mora emrin atij, ja mora 2 të tjerëve pastaj. Por i tha Bushi, do të vish me ne xhaxha, i tha. I fori një 2 fjalë greqisht, i tha, si duket ku po shkon. I tha prap, tha, xhaxha, do vish me ne? O, tha, shqiptar jeni ju, tha? Po, i tha, ku do shkosh, se po rrinte në anë të rrugës, tamam si në këto qytete dhe jugut të Shqipërisë, i vjen dikush i merr me makinë. Tha do shkoj dhe një 3 kilometra larg në një vend, ishim në Gumenic. Edhe i hyp në makinë, hyp aty unë e fotografoj duke folur,
ai fliste me një shqipe të pastër, të ngadalë dhe pa gabime, jo të përsosur, por pa gabime. Për mua, si njëri që kam mbaruar për gjuletërsi, si njëri kam eksperiencë në art, në literaturë, ishte një impakt i jashtëzakonshëm sepse ne mendojmë, ai tha jam 88 vjeç. Edhe supozohet nga bllokimi i kufijit dhe gjithë këto, dhe vetëm greqisht ata flisin, nuk supozohet dinin shqip, dhe kaq pastër dhe kaq bukur, kaq të gjallë shqipen. E i thashun po shtëpi tha flasim shqip, tha. Plaku. Kështu që mbas atij takuam një tjetër në park, Jorgo, po gjithmonë mbushim me metodën e vet që tuja tjetër si jeni. Unë thosha, kur shive që largoheshin nga një herë, kështu pam me një herë disa, jo të gjithë, se mos i provokohu burrë dhe liri rahat. Jo, tha, do të flas shqip, tha. Edhe vjen një përballë, ishte moshë madhe, ka dalë me bushin për krah, edhe tha, tha shqiptar jeni, tha, dhe i treguam dhe unë dhe bushi, po kemi ardhur për turizëm e kështu, i thashun, edhe gjysha ime ka lind Arpis edhe gjysha e këtij ka lind në Gumenisë, në Saris. Tha, po që keni tanët, ju tha. Po prap me atë shqipen e pastër, e bukur. E bëjmë 3 minuta ndaloja në këmbë, se ishim këmbë të 3. Me 3 minuta muhabet, i thashë ta bëj fotografi, po më thëmë, pse jo, tha. Po i tha, si ke emrin? Jorgo, më tha mo. I thashë, po se ke harruar shqipen? Ju ne flasim gjithë shqip, se në park flitet gjithë shqip. Ama nuk është feja ajo që i bën kombin edhe gjun. Edhe miru pafshim dhe ai u knaq dhe u prek ndoshta në çik nga ajo që ne mas kaq një shekull i vim nipat e kërkojnë partë e tyre, u knaq gjithashtu edhe bëri një 10 metra kështu u kthye, tha, dëgjoni dje më tha. Keni bërë mirë që keni ardhur, tha. Po. Edhe e di çfarë tha, hajdini prap, tha. Hajdini sa herë doni përsëri këtu, tha. Edhe ja bëri miru pafshim. Mirë po e mrekullueshme. Kjo tregon që gjaku vazhdon jeton atje. Pavarësisht nga kufit politik, pavarësisht nga historia se çka ka ndodhur, çka s'ka ndodhur, ky është një lloj mesazhi për të gjithë çamët dhe jo çamët në Shqipëri që ne kemi lënë pjesë të rëndësishme të kombit shqiptar atje. Dhe nuk ka vdekur, megjithëse 99 vjet nën një emrin e një shteti tjetër dhe kanë bërë gjua greke, se janë qytetar grek tashmë, prapa ata janë shqiptar prej qindra mijëra vjetësh. Kjo është dhe thirrje për politikën që të jetë më e kujdesshme me njerëzit që kemi me ata në kufive. Dhe do të ignorojnë nga një herë traktatet ndërkombëtare ose do punojnë me traktatet ndërkombëtare që të jepen të drejtat atyre njerëzve dhe të komunikojnë me ne se janë gjymtyrë të ndarë të kombit. Unë e përmend edhe që në fillim të kësaj bisede kur e çela që ju jeni kolegu im, jeni gazetar televiziv dhe natyrisht i mësuar me imazhin, me atë që vetë televizioni ta imponon indirekt, ka qenë fotografia një pasion i zhvilluar hap pas hapi tek ju dhe e litin vetëm në kuadrin e një pasioni apo e litni edhe me profesionin? Drejt, por shiko, nëse të tregoj origjinën e artit tim të fotografisë, unë vi nga eksperjenca e një gazetari që ka punuar për televizionin shqiptar për 25 vjet. Edhe para se të isha në televizion, unë kam bërë sprovat e mia letrare, kam shkruar artikuj kritik, poezi, kam botuar libra në poezi, kam botuar shkrime kritike, kam botuar tregime gjithashtu gjatë viteve të jetës time. Domethënë artistikisht kam qenë më përpara se sa fotografia e implikuar. Edhe përpara se të shkruaja poezi, unë kam pas qef pikturoja. Mosh vogël, por deri në klasë 8, pastaj e lash. Edhe si duket nga që e lash, ishte një thirrje e brendshme që Maxi nuk ka talent për pikturën dhe u shkputa, u divorcova me pikturën, le të themi artistikisht që në klasë 8. Mirë po, fillova të merresha me poezi, si thashë edhe kur erdha në televizion, ju e dini që një gazetar televiziv duhet të ketë grupin e xhirimit. Kameramani është dhe fotografi i parë që t'i bie në kontakt dhe diskuton për të cilësinë e figurës. Kjo është si figura në lëvizje nëpërmjet kamerës, por në fakt po ta ngrish atë ka të njëjtin element që ka fotografia e ngrirë, ta printosh. Kështu që e kisha sensin e fotografisë, por nuk kisha bërë fotografi. Unë kam ikur në 93 në New York, edhe kam ikur si gazetar televiziv, kam bërë një 3 filma dokumentar dhe pastaj kur ndonjë aty, bashkëpunova me disa gazeta shqiptare dhe amerikane dhe ata donin krahas reportazhit ose shkrimit për një ngjarje të caktuar, donin që ti bëje fotografitë. Kjo është një metodë shumë interesante në gjithë botën e jashtme. Unë në Shqipëri akoma nuk ka hyrë që një gazetar që shkruan një artikull të bëjë dhe fotografi. Pra është fotoreporter, por edhe kronikan, kronist.
Pra i bën të dyja. Shumiku im i lir ekonomik, që punon për zërin e Amerikës, pjesën më të madhe të fotografive të mia, që i kam bërë në aktivitetet si aktivist për çështjen e drejtave të njerëzit për Shqipërinë e për Kosovën, mi ka bërë i liri. Po mi ka bërë për zërin, natyrisht unë kam kopjen time se ish miku ngushtë. I liri pastaj mësoi edhe kamerën dhe i bën të dyja, dhe kur e shifni ke zëri i Amerikës që jep, jo nuk kur jep lajme, por kur bën kronika dhe e ka mbajt vetë kamerën aty. Kështu që është e padiskutueshme një person që e konsideron vetë gazetar korespondent duhet të ketë të element. Kështu që unë fillova të bëj fotografi jashtë mase sepse mi kërkonin. Pastaj fillova të mendoj artistikisht për fotografinë. Kur familiarizohesh me dritën e me këto volumet e gjitha që ka një fotografi e caktuar, që ajo kur vjet në kornizë ka të gjitha elementet e pikturës, gjithashtu edhe jep mundësi editetit. Kështu që nga kjo pikpamje unë krijova eksperiencë me fotografimin. Por mu desh pastaj të fusja emocionin artistik që ta kuptoja që fotografia nga fotografie e gazetarisë ose fotografi historike mund të kalojnë artistike. Kjo më bëri pastaj të ndjek linjën artistike dhe më vonë unë kam punuar me dy. Jam mik i Fadil Berishës dhe kam punuar me Fadil Berishën goxha, por në të vërtetë unë punësova ke një fotograf tjetër që është nga më të famshëm sot në botë, Paul Aresu, dhe isha ndihmësi i tij i parë. Aty i vura vulën përfundimisht që fotografoja si profesionist. Kjo pastaj më çoi më vonë, në 2004 mos gaboj, kam hapë ekspozitën e parë në Bronx, në New York. Impakti në fakt ka qenë i dukshëm edhe vetë pjesa politike, sidomos e lidhur drejt për së drejti me Çamërinë, kanë qenë pjesëmarrëse në momentin kur u çel ekspozita, kanë folur dhe politika ka folur nëpërmjet artit dhe për artin. Por unë dua t'ju pyes që tashmë 100 vite pas në shkrimin e Traktatit Londrës, si shikoni çështjen Çame dhe ardhmërinë e saj, jeni optimist? Po unë besoj që historia ka ligjet e veta dhe jep leksionet e saj. Kur një gjë që bëhet keq, siç njëtë e përditshme, dikur do rregullohet. Ky është ligj universal. Por di dhe këtë që sado artisti është ti, sado i përqendruar në formën tënde të artit, ajo ka element për shembull dhe historik dhe politik e tjera. Dhe politikanë shqiptarë këtë radhë u treguan sensibël për herë të parë. Le të themi, nuk është turp të themi që një pjesë e kësaj veprimtarie artistike që ekspozitës që filloi për arsye personale ose arsye historike, politikanët e herë tha, po pse të mos flasim, po mos marrim pjesë. Ata kanë një kontribut në realizimin e ekspozitës. Jo të drejtë për drejtë, të fortë, suportim moral e tjera. Pra çdo ngjarje ka elementin e vet politik, ka elementin e vet historik. Edhe unë besoj ke e mira. Pavarësisht se kjo është një ngjarje historie e Çamërisë, histori e hidhur dhe histori e keqe në kuptimin që s'duhet ndodhte. Masakra. Por gjërat ndodhin në botën tonë, po unë di që çdo e keqe ka ciklin e vet dhe mbyllet cikli. Kur mbyllet cikli i keq, do fillojë cikli i mirës. Politikanët janë të parë që duhet të aktivizohen për të bërë mirë gjërat, për të mos u përsëritur më gabimet, për të ekuilibruar në një formë tjetër marrëdhënies shtetërore, për t'i dhënë mundësi qytetarëve shqiptar e midis tyre komunitetit Çam, këta politikanë të cilët janë zgjedhur nga votat e këtyre njerëzve. Nëse ne themi që çështja Çame është një çështje e dhimbshme, politikanët janë të parë që do të ulin dhimbjen e këtyre njerëzve, se politikanët kanë mjetet e politikës. Kanë një tjetër dokument në xhepin e tyre për të biseduar e për të marrë pjesë në gjithë tavolinat ndërkombëtare. Shqiptarët duhet të mësojnë të mbrojnë ndërtet e tyre dhe me traktate, me tjera, me bisedime, të cilët është elementi bazë i politikës. Prandaj më erdhi mirë që politika nuk e tregua shurdhë të radhë, më erdhi mirë që politika nuk priti në një urdhë nga lart ose në një ligj të veçantë për këtë punë. Njeriu duhet të aktivizohet sa herë që shikon që ka ndërmend të bëjë diçka të mirë. Unë duhet të përmend atë shprehjen e famshme të ambasadorit amerikan që thotë shqiptarëve act now. Domethënë vepro tani. Ekspozita ishte një nga përgjigjet e asaj thirrje si thaj, edhe jo se unë ndihem më patriot se ç'kam qenë, unë jam po aq sa kam qenë, edhe para ekspozitës dhe mbas ekspozitës. Por ka shumë forma për të vepruar. Edhe forma artistike është një nga ato format që pse të mos ndihesh më shumë patriot, pse mos i bësh të tjerët. Ky është rrafshi dhe më erdhi mirë, edhe më vjen mirë që kam rastin ta them që politikanët ishin prezente edhe u shprehën gjithashtu. E kemi parasysh Timi Drizin, kemi parasysh atë Adrianin, Adri Nurellari ashtu, po ishte edhe ai Ferdinand Poni, zëvendësministri i brendshëm.
Jo dhe morën pjesë, por folën, u shprehen personalisht edhe në emër të politikës. Edhe le ta themi kështu, më bukur s'ka se si të mbyllet që vetë arti të godas edhe çështje më të rëndësishme se sa thjesht në dukshmërinë e një ekspozite, sidomos kur mbartet një realitet historik i rëndësishëm, por edhe për shumë njerëz i dhimbshëm. Unë ju falenderoj për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit nga ana juaj dhe faleminderit që më zgjodhët mua për intervistë.